Ta dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, çdo njerit prej besimtarëve musliman i është caktue vendi i tij në xhenet apo runa Zot në xhenem. Atëherë të pranishmit i thanë, o i dërguari i Allahut, a të lëm pra punët tona, a të lëm veprat tona, të mos mundohemi hiç më edhe të mbështetemi tek Allahu dhe ta arrim ato që ka caktuar Allahu i madhëruar. Me këtë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Punoni tha, punoni patjetër se çdo njerit i është lehtësuar ajo për të cilën është krijuar, i është lehtësuar ajo për të cilën Allahu te bareke ve taala e ka përcaktuar. Që do të thotë ne nuk e dim që do të jetë fundi, andaj duhet me punue edhe nëse Allahu po na lehtëson me i kry punët e mira, atëherë shpresat janë shumë të mëdha që jenë prej xhenetlive. Por una Zot, nëse po të mundsohen, edhe po të lehtësohen me i bu punë të këqija, se dikush çash shumë punë të këqija bën, edhe çash let i ka, sikur me pi një çaj apo një kafe e kry një haram të madh. E nëse po të lehtësohen punë të këqija, që të gishtin kokë edhe ndalën me ndo pak, çka është me ty? Çka s'është në rregull, çka s'po funksionon? Se për me krye një haram të madh, një gjëna të madh, që për fat keq që përhap shumë popullin ton, dohet shumë përkatitje, dohet shumë punë, dohet shumë investime, dohet shumë angazhime, ama dikush në moment e kryen, kur farë problemi se ka. E nëse kështu po të mundësot me i bo gjënat e mdha, shumë let dije se ndashtë e je i kryun për zjarë xhenemit, andaj qka pëndoh, dhe dikush po ta shka me bo, do të me u pëndue, me u ndalë prej të këqijave. Mesazhi është që je duke bo punë të cilat përfundimin e kanë në zjarë xhenemit. Amo nësë është e para, të kanë lehtësu punë të mira, dhe në çdo punë të mirë, në çdo punë të mirë je aty, edhe për çdo punë të mirë e ke let me kry ato, atëherë mesazhi është se Allahu të ka pas ka përgatit terrenin, ta pas ka përgatit rrugën për xhenet. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Mënyra e dytë e përgëzimit që ja jep Allahu besimtarit në jetën e kësaj bote është se duke qenë në jetën e kësaj bote për të dëshmojnë njerëzit e mirë. Duke qenë në jetën e kësaj bote e lavdrojnë njerëzit e mirë. Dhe nëse shifni ndonjë prej të gjallëve që njerëzit e mirë flasin për te, që njerëzit e mirë dëshmojnë për te, se është njeri i mirë, dijeni se Allahu po e përgëzon duke qenë i gjallë, në mesin e të gjallë, po e përgëzon me punë të mira, po e përgëzon se është prej xhenetlive. Andaj Allahu Teala po thotë, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Që do të thotë, kështu ne ju kemi bërë juve një bashkësi, Allahu atë. Kështu ju kemi bërë një umet të drejtë që të bëheni dëshmitar për njeri tjetrin, që të bëheni dëshmitar për njerëzit, sepse njerëzit dëshmojnë si për mirë, si për keq. Andaj një ditë, duke qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam me shokët e tij ulur, pranë tyre ka lej një xhenaze, një kufom, dhe u ngritën kam për me respektue. Dhe pyeti pejgamberi alayhi salatu wassalam se kush është ky njeri, e i treguan, e lavdruan atë. Në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wajabat al-janna. Tha, këti ju ka bo obligim, i është caktuar kush? I është caktuar xheneti. Pse? Sepse njerëzit e mirë po e dëshmojnë se ishte njeri i mirë. Pas një kohë të shkurtër prap kaloi një kufom tjetër, një xhenaze, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti se kush është ky, i treguan se ky ka bo, këto e ka bo, kështu e ka bo, kështu edhe një farë forme i ndarahatu që ka shkuar në botën tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe për këtë tha wajabat, an-nar, që do të thotë i është bërë obligim këtij kush? Zjarri i xhenemit. Pse? Sepse njerëzit e mirë po dëshmojnë se ky ka qenë njeri i keq. Andaj, nëse të lavdrojnë, nëse
flasin fjalë të mira për ty, nëse dëshmojnë për ty njerëzit e mirë duke qenë gjallë, dije se je prej të mirëve dhe dije se Zoti po të përgëzon herët që ka me ardhë momenti që do të jesh prej xhenetlive. Po ashtu në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shokët e tij ju drejtuan dhe i thanë: "Oj dërguari i Allahut, ne po bëjmë punë të mira, po bëjmë punë të hajrit, punë të dobishme. Dhe ne këto punë të mira po i bëjmë vetëm për hatër të Zotit. Nuk po duam me i ditë njerëzit, nuk po duam me na i përmend njerëzit, nuk po duam me na lavdëru njerëzit neve, as me na falëndërua." Mirë po thonë: "Oj dërguari i Allahut, njerëzit apo flasin, po na lavdërojnë, po na falënderojnë, po janë mirë njerëz, po na i përmendin neve këto punë të mira edhe pse na s'po kemi qef." E pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: "Tilka ajil bushra al-mu'min." Tha, ky është përgëzimi i hershëm që jepet besimtarit musliman. Pra, herët jep Allahu përgëzimin se është njeri i mirë, se është prej xhenetlive.